ditën e gjykimit, ata që kanë dështu një jetë, ata që kanë me e kërku edhe një jetë, kur marrin vendimin që kanë me shku në xhehenem. Çka thon? Rabbi rji'un, o Zot më kthe. Pse? Pse lyp më kthy? Për me shpëtu, jo për me adhuru. Apo kuptoni dallimin? Thot dikush, po shpëtim, sahi. Ai thot la'alli a'malu salihan fima tarakt. Unë du me bo prapë punë mirë ato që ka kelon. Pse me bo? Për shkak dënimit, jo për shkak të adurimit. Prandaj ai edhe për Allahut kur është mendimin e keq e ka për Allahun për jetën. Ati jeta i duhet veç me pështu, por jo me kon falërues e adhurues në Allah te barekutaala. Dhe qëtu deri në fund ai ka është mendim. Ose besimtari ka mendim mirë për Allahun te barekutaala. Për ata të vëzër, një besimtar që Allah në adhuran në këtë dunja, a e shoqëran në vazhdu shumë mundësia dhe mu dënu? Po, a e shoqëran? E pse adhuran pra? Për shkak se adhurimin e ka, për shkak të jetës, e shpëtimin e ka të lidhë me rahmetin Allah të Azza wa Jalla. Ky lyp adhurimin për me shpëtu, jo për me jetësu qëllimin e Allahut në jetë, nga saj s'mënan për Allahun mirë. Me bo mja e këgjehenemin, të nuk o dosh më në kryu për adhurim, së është nga rkjesë. Këti hjekja dhe këtë i prapë të që shtu apëto. Nga se njohi Allahu Gjellora bën që, me menu se jeta s'ka kuptim pa Allahun Gjellora. Besimtarët devatë shumë më thonë, krejt begatin gjinet i keni, Allahun s'keni me pa, më hazun bëhona. A mërzitën. Po, nga sa ata këtë e kanë lidhë me Allahun te barekutaala. Jetë është me Allahun Gjellora. Nëse që kjo jetë nuk është e lidhë me te, po me diçka nën te, s'ka kuptim. Ndaj besimtari ka mendim mirë për Allahun për jetën e tij. Ma ka dhënë jetën me adhuru dhe shumë deri më ka punë nga se për çdo ditë tjetër me më bazon, s'm kish vyt.